Vitin 1997, të gjithë e kujtojmë për dhunën. E kujtojmë për rrëzimin e të gjitha strukturave të shtetit. Vetëm 24 orë nga thyerja e depove të ushtrisë në zonën e Vlorës dhe grabitja e armëve, një grup njerëzish me maska do i drejtoheshin një reparti të vogël ushtarak që gjendet në Porto Palermo. Ishte një pikë vrojtimi e ushtrisë që monitoronte me radar trafikun ndëtar dhe as pak një depo armatimesh. Por qëllimi i sulmit ishte krejt tjetër. Maskat kërkonin të hakmereshin ndaj komandantit të pikës së vrojtimit, Fatmir Kokës. Sa kishte pasur shtet, njeriu që komandonte këtë pikë vrojtimi i kishte ndaluar. U kishte prerë duart e zgjatura në krim. Kishte bllokuar kontrabandën e cigareve. U kishte hedhur në erë investimin që shkonte thellë me korruptime e prorësh. U kishte dëmtuar financat. Për këto arsye, historia e Fatmir Kokës është ndoshta më e dhimbshmja mes 10 episodeve të ngjashme me ushtarakët gjatë vitit 1997. Ishte njeri i ndërgjegjshëm, i disiplinuar dhe shumë i përkushtuar për kryerjen e detyrës. Fatmir Kokën unë e kam njohur gjatë periudhës qershor në kusht 1995, ku më kanë çuar komandant të pikës së radioteknike të Porto Palermos. Në fund të vitit 1996 dhe në fillim të vitit 1997, falimentimi i skemave mashtruese piramidale e kishte dobësuar shtetin. Por rrjedhoi, në portet e zonës së Himarës, kishin nisur të shfaqeshin anijet e kontrabandës së cigareve. Ishte një veprimtari kriminale fitimprurse që sigurisht kishte angazhuar krimin e organizuar të jugut të Shqipërisë, kryesisht bandat e Vlorës. Fill mbas fundin e firmave piramidale në 96-ën, këtu kontrabanda filloi dhe zhvilloi në mënyrë masive. Në Porto Palermo ka pas dhe incident në lëvizje ose në lidhje me drejtimin të kontrabandës, kur kanë dashur anije transporti të akostoheshin pranë bazës së Porto Palermos. Dhe një rast i tillë ka ndodhur dhe kur ka qenë në shërbim zotëria në fjalë, pra në oficeri Fatmir Kokë. Gjiu i Palermos është një gjë specifik në Shqipëri, ku aksesi nëpërmjet tokës është i kufizuar dhe i kontrolluar, gjiu është goxha i mbrojtur, por aksesi nga deti është i menjëhershëm pasi përballë gjiut të Palermos çdo anije mund të kryejë lundrim paqësor. Gjiri i Porto Palermos ishte vërtet pika më e përshtatshme për të realizuar kontrabandën e cigareve. Por kishte një problem. Në jug të tij lartohej pika e vrojtimit me radar e bazës ushtarake të Sarandës. Por më keq, Fatmir Koka, komandanti i saj, banori i fshatit Qeparo, ishte një tip i vështirë dhe me të cilin nuk mund të bie në ujdi për pazare të pista. Një nga heronjtë e forcave detare të cilët luftuan me ndeshmëri, me integritet, me përkushtim, devocion për të zbatuar detyrën. Për mua ai ishte një viktim pikërisht e atyre të cilët nuk donin të zbatojë ligjin në det, nuk donin që të zhvillojë kontrabanda. Ata e kishin një pengesë pikërisht pikën e vrojtimit. Pengesa e realizimit të kontrabandës së cigareve në Porto Palermo kishte vetëm një emër, Fatmir Koka, komandant i pikës së vrojtimit numër 113. Ndërkohë, të tjerë kolegë të Fatmirit, edhe në kurizë të tij, edhe në kurizë të shtetit, kishin nisur me mënyra të ndryshme
që t'i shërbenin kësaj linje të kontrabandës. Në këtë periudhë që ndodhte hyrja dhe dalje e mjeteve në gjiun e Palermos, shpesh herë ndodhin defekte në teknikë. Më tepër ishin dhe defekte që krijoheshin artificialisht. Më vonë kemi konstatuar kapute kablosh që shkaktonin defektin në radiolokacion dhe si rezultat nuk mund të vërejtohesh objekte në distancë. Dikur, një nga kolegët, me qëllim ndëshkimin e Fatmir Kokës, komandantit të pikës së vrojtimit, falsifikon datën e një informacioni të shkruar që bënte fjalë për lëvizjen e një anije të kontrabandës së cigareve. Mbasi ikun dhe morën në Tiranë që izoluan 3 ditë atje, erdhi këtu prapë te pika vllai dhe pa që ditari që kishte shënuar anijen ishte falsifikuar. Mbasi u bë kontrabanda në Palermo, e kanë thirrë dhe ka vajtë në Tiranë. E kanë bajtë 3 ditë. Mbas 3 ditë kur ka ardhur këtu, e pyeta unë nuk tregoj gjë. Dëshmitarët okular kishin parë disa njerëz me maska dhe të armatosur me Kalashnikov të ngjiteshin në drejtim të pikës së vrojtimit. Më pas, të njëjtët dëshmitar kishin dëgjuar të kërciste pushka. Sa duket, Fatmir Koka nuk I kishte lejuar të futeshin në territorin e pikës së vrojtimit duke bërë rezistencë. Por kolegët të cilët ishin atë ditë bashkë me komandantin e tyre nuk kanë dëshmuar asnjë hollësi të ngjarjes. Ato ditë, në presionin e frikës, ata përshpërisnin një version sipas të cilit komandanti ishte vrarë nga pakujdesia. Por më keq akoma, ngjarja nuk u hetua mirëfilli. Pse nuk hetojnë këta njerëz? 2 shokët e tij, aty që ka ndëruar ky nga puna, pse nuk hetohet ai? Shoku tjetër I Borshit, pse nuk hetohet? Që të thonë, kush e vrau këtë njerin në mes të sheshit? Ka shumë njerëz që kanë informacion, por kanë frikë të flasin. Është koha që historia e vrasjes së Fatmir Kokës nga elementet keqbërës, kriminal në bashkëpunim me struktura shtetërore duhet të zbardhet sot. Një vit më pas, pranë rrugës së Bregut, në afërsi të pikës së vrojtimit të marinës në Porto Palermo, në nder të tij u ngrit një përkujtimore.